13 vjet qeverisje, 2,2 miliard euro kontrata të ekzekutuara, sot në hetim ose me vendime për korrupsion. Vjet zyrtar të dënuar, 4 në arati, dhe një njeri në qendër, pa asnjë akuzë. Kjo është dosja e 13 vjetëve. Viti 2013 dhe premtimet me zërin e tij 300.000 vende pune, pastaj edhe 220.000, taksa zero për ushqimet, shëndetësi falas dhe energji më e lirë. 13 vjet më vonë, TVSH-ja 20%, paga 870 euro dhe 71% të rinjve duan të ikin. Do të ulin taksën për faturën e energjisë për familjarët. Do të krijojmë 2014, Lazarati, lufta e madhe e drogës, por 2 vjet më vonë, 8.215 parcela kanabisi në gjithë vendin, 7 fish më shumë. Dhe dosjet 184 dhe 339 blerje votash në përgjime. Politikan të dënuar, 0. 2017, Ministri i Brendshëm dhe auditi te trafikantët. Tahiri i dënuar me 3 vjet e 4 muaj për shpërdorim detyre, ndërsa Habilaj mori 15 vjet në Itali. Po atë vit, kuvendi refuzoi arrestimin e ministrit. Mburoja për herë të parë. Inceneratorët, 90 milion euro të paguara nga taksat e tua, mbi 350 të projektuara, dhe ai i Tiranës nuk u ndërtua kurrë. Koka i dënuar, Bllako i dënuar, Ahmetaj, Zoto dhe Mërtiri në arrati dhe të gjithë mohojnë akuzat. Shëndetësia falas u bë koncesion, 6,5 milion euro për kontrole që nuk u kryen kurrë, dhe sterilizimi 100 milion i paracaktuar 2 vjet përpara, sipas gjykatës. Ministri Beqaj sot në gjyq dhe nga qelia. Ai e mohon. Astiri, 18 milion euro për 1 kilometër rrugë dhe 33 shtëpi të shembura brenda një dite, ndërsa fituesi ishte një kompani fiktive amerikane. Zyrtar të akuzuar, 0, dhe PPP të gjithsej 5,5 miliard euro, që reku i gjithë ekonomisë. 17 maj 2020, ora 4:30 e mëngjesit. Teatri Kombëtar u shemb natën. Gjykata kushtetuese tha më pas, ligji ishte antikushtetues. Të ndjekur penalisht, 0, dhe mbi truall sot një kull 33 katshe. 2021, 910.000 votues në databazën e patronazhit të partisë, dhe pastaj rodhën pagat e 637.000 vetëve dhe targat e makinave. Të dënuar për rrjedhjet, 0. 26 nëntor, 2019, 51 viktima nga tërmeti. Rindërtimi kushtoi mbi 1 miliard nga buxheti, por në Rogozhin 78 stalla u regjistruan si banesa dhe 733 familje në Tiranë ende presin shtëpitë. Se punimet e zbatimit janë kryer nga një subjekt që nuk figuron në regjistrat zyrtar të shoqërive të licencuara. 2023, Washington, dënohet shefi i kundërzbulimit të FBI-s me $225.000 kesh nga një ish agent i Tiranës, dhe dosja amerikane dokumenton takimet e tij me kryeministrin. Rama vet i pa akuzuar dhe i mohon të gjitha. 2025, arrestohet kryebashkiaku i Tiranës dhe Rama e mbrojti. 2026, zëvendës kryeministria e pandehur për 210 milion euro tendera. SPAK kërkoi arrestimin dhe kuvendi votoi 82 kundër. Tahiri, 2017, Balluku, 2026, i njëjti refleks. Dhe Bregdeti, Zvërneci, toka të blera me para kokaine, sipas SPAK, me 138 milion euro të sekuestruara. Gardi me tela gjemborn, sigurimi privat dhe revolucioni i flamingove. Parlamenti Evropian kërkoi shfuqizimin e ligjit, ndërsa qeveria lobonte me email. Dhe korriku i 2026-ës.
Në maj, koncerti është tërësisht privat dhe roli i shtetit vetëm institucional, tha ministri. Në korrik, 4.3 milion euro nga fondi rezerv me akt normativ, te e njajta kompani që përmendi ministri. Premtimi i 2013-ës u thye për 13 vjet, ky u thye për 3 muaj. Asnjë angazhim financiar. Por si bëhet kur je detyruar in extremis të ndërhysh siç bëm faktikisht vetëm mbrëm me 4 milion. Po atë korrik, spitali më i madh i vendit, Nën Tereza, shpalli kërkesë publike për donacione. 15 respirator, 6 defibrilator, aparate anestezie, madje edhe 281 kompjutera. E gjithë lista me çmime tregu rreth 2 milion euro. Koncerti mori 4.3, 2 fishin. Bashkoi pikat dhe në qendër del njeriu që i emëroi të gjithë, pa asnjë akuzë penale, por me të gjitha firmat. Pasoja, minus 429.000 banor, 71% e të rinjve me valixhe gati dhe 43 ditë protest pa ndërprerje. Asgjë këtu nuk është dënim pa gjyq, të dhënat janë zyrtare. Kjo dosje na përket të gjithëve. Po ti, çfarë mendon?